Industria turke e hapësirës ajrore ka kryer një tjetër provë të suksesshme të dronit Anka-3 Uçav. Gazeta turke e lajmeve të industrisë së mbrojtjes, Suvan Sanai, raportoi zhvillimet në faqen e saj në rrjetin social X për Kalibr.az. Gjatë provës, Anka-3 hodhi një bombë të drejtuar me saktësi LGK-82 të pajisur me një komplet udhëzues lazerik të zhvilluar nga Aselsan. Bomba goditi me sukses objektivin e synuar, duke demonstruar gatishmëri luftarake dhe saktësinë e dronëve të avancuar. Anka-3 është projektuar për misione luftarake të nivelit të lartë, duke përfshirë sulmet ajrore, tokë dhe operacionet e luftës elektronike. Integrimi i saj suksesshëm me municionet e drejtuara me saktësi nënvizon përparimin e Turqisë në zhvillimin e teknologjive të dronëve. Bombat LG-QFAB 250 të prodhuara nga Azerbajxhani, fillimisht bomba të padrejtuara fragmentuese 250 kg-she, janë përmirësuar gjithashtu me kompletet e drejtimit të lazerit Aselsan, duke shndruar ato në bomba inteligjente. Me një rrezë veprimi prej 12 km dhe një rrezë vrasëse 90 metra.